Cili ishte njeriu I cili kërkoi lirimin nga burgu të Adem Demaçit me shok në një mbledhje komunistash në vrell të Istogut në vitin 1968. Si arriti ai në vjeshtën e vitit 1968 të aratisej në Shqipëri për të mos u kthyer në Kosovë për 33 vite. Cila ishte njohja e tij për doktor Ibrahim Rugovën që nga fëmijëria e tyre. Ato xizat e shqetësimeve kombëtarit, kur keni filluar me ndje edhe prej kujt? Pa Ibrahim Rugovën nuk do kishte Kosovë të sotme. Ibrahim Rugova që ne njehim turt në shkollë të mesme pas ka qenë agresiv ndaj të padrejtës. Nuk realizon të normën në vrapim. Kto që I lexonim neve të përkthyera, rusisht e frëngjisht, ai filloi të lexoj në original. Ai u dallu domethënë në Pejë atje në gjimnaz, u dallu në Prishtinë kur erdhi, edhe u dallu edhe kur u fut në jetën politike. Atë rrugën nga Carsa deri në Istogë kemi bërë bashkë. Unë ndonë çantën time një letër e fundit Ernest Koliqit. Për atë letër në burg mu mbajtën 6 muaj. Sali Berisha është kurbani Kosovës. Si ka pas ai ndjesin ndaj çështjes të religionit në përgjithësi, duke marrë parasysh se I ka njoft historinë e popullit vet? Ka fu kërkun plan fen, ka si me kombinit. A mban mend Ibrahim Rugovën ty pit duhan? Për këto dhe shumë të tjera, në bashkëbisedim dhe rrëfimin ekskluziv të intelektualit dhe patriotit, zotri Idris Zeqiraj, pjesa e parë në KTV në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, këtë të shtunë në ora 21.